22 vite nga tragjedia 9 janarit 2004, ku humben jetën 28 persona, familjarët e viktimave ende kërkojnë drejtësi. Të zhgënjur ndër vite, shoqata 9 janari ka ripërsëritur apelin e tyre, drejtuar organeve të drejtësisë e veçanërisht drejtuesit të ri të SPAK për të rihapur dosjen e kësaj tragjedie, ku humben jetën 28 persona, kryesisht nga qarku i Shkodrës. Mua familjen tënde e zgjesuan kryesisht oficera që na i quajnë populli i quajnë sigurimit. Ne përfaqësues shtetit shqiptar na vranë fëmijën në Vlorë atje me 9 janar 2004. Ishte disponuar shteti shqiptar. Me lanë më fundos, mos me majtë përgjegjësi përfaqësuesit e shtetit për ata njerëz. Kjo çështje është e pasbardhune edhe duhet mos bardhë, aty kanë ndekë 28 vetë, edhe kanë përgjegjësi përfaqësuesit e shtetit, edhe i banë thirrje, edhe SPAK-ut, edhe këtij prokurorit të ri zgjedh, ta marrin këtë çështje, të na zbardhin. Ne do të kërkojmë çështjen penale të hapet dhe do të drejtojmë gjitha organeve shtetërore, kryesisht edhe këtij si unë në SPAK tash i ri. Çështja nuk është hetuar, ndaj 5 vite më parë, shoqata 9 janari dorëzoi padin në SPAK me shpresë tek strukturat e reja të drejtësisë, por tashmë kanë marrë një përgjigje negative. Ata sërish nuk dorëzohen dhe kërkojnë hetime dhe drejtësi për tragjedinë e 9 janarit. 22 vite më parë, një gomone nisur me 36 persona në mënyrë të fshehtë nga brigjet e Palasës në jug të vendit drejt Italisë, do t'u kushtonte jetën në mënyrë tragjike 20 shqiptarëve, ndërsa 8 të tjerë do të zhdukeshin në det të hapur pa lënë gjurmë.